Spektakël volejbolli në Arefi Berberi, ku Pogradeci ka fituar një ndeshje të zjarrt ndaj Dinamos me rezultatin 3-2 pas 5 seteve dramatike që zgjatën plot 2 orë 30 minuta. Një përballje që u ngjante finaleve të parakohshme me emocione të forta dhe lojë të nivelit lartë nga të dyja skuadrat. Dinamo e nisi mirë ndeshjen, duke fituar setin e parë 22-25, por Pogradeci reagoi menjëherë dhe barazoi shifrat me fitoren 25-23 në setin e dytë. Kryeqytetaset rimorën avantazhin në setin e tretë 22-25, megjithatë vajzat liqenore nuk u dorëzuan, duke fituar 30-28 në setin e katërt dhe duke përmbyllur gjithçka në setin final me rezultatin 21-19 në favor të tyre. Një ndeshje me ritëm të lartë dhe shumë rivalitet, ku për trajnerët Besnik Lisha dhe Orlando Koja, emocionet ishin të pranishme nga fillimi deri në fund, ndërsa fituesi u vendos vetëm me pikët vendimtare. Na kena prit, me tonë dërdi, na përgadit, kena ekipin shumë mirë, pa Allah të avon djeshtë zakonisht mirë, na kena ditë se kena një betej, taman betej, por se po shkote ka shumë, nuk e dishëm. Shkoj dhe pikë të fundit, të më thonë, kanë asetet, pik, urime dhe ekipit Dinamos, këtë kampionat ka me kanë jashtë zakonisht të vështirë për tonë. Po kjo, ashtu si që u zhvillua, dukesh me një finale, vërtet, edhe bëhet qefi që volejbolli po ofron spektakël, bëhet një ndeshje me shumë emocione, me nivel të lartë, me shpejtësi të lartë volejbolli. Kështu që unë da për 2 pikë, domethënë, po shifsha dhe pikët ishim 120 barës, kështu që domethënë është me të vërtet një ndeshje super ekuilibruar. Për volejbollistët pogradecare, Candy Stanford dhe Keida Kodra, ky takim ishte një finale vërtet që tregoi karakterin e fortë dhe ambicien e skuadrës për të qëndruar në garë për titullin kampion. Ishte padyshim një ndeshje shumë emocionuese. Jam impresionuar në mënyrën se si gjithu bashkuan rreth turmës dhe përdorën momentin për të shënuar. Unë ndjeva mirë, tifozët na ndihmuan shumë të kalonim emocionet. Dua të them se sa energji e mirë ishte dhe e mrekullueshme. Shpresojmë të jemi kampionët. Nëse vazhdojmë të luajmë kështu, po mendoj se po do të jemi. Ishte një ndeshje vërtet e mirë, volejboll në nivel të lartë. Jam shumë krenare për mënyrën se si ne luajtëm. Emocionet ishin të pafundme, ishte një lojë shumë e bukur nga të dy ekipet. Falenderoj ekipin tim që në asnjë moment nuk e kaloi atë shpirtin e garës dhe drejtuam me fitore. Pas kësaj fitoreje, Pogradeci konfirmon se është ndër pretendentët kryesor për kreun e kampionatit përkrah Tiranës dhe Dinamos.